Teatri a filma? Teatri. Të dyjat. A t'ju pyes edhe unë diçka tash juve? Jo, a ka dikush prej juve që dëshiron me u bë aktor ose aktore? Krejt Që sa shumë kolegë pas kemi. Hajde bëni pyetjen tash se ta ndalëm gjys. Çfarë bëni kur vraheni gjatë skenës? Sara ka zose, ti ke mozara të rekordi. Nëse ndodh që vrohemi gjatë shfaqjes, nuk ka derdh zemër. Nëse ndodh që vrohemi gjatë shfaqjes, që kemi me publik, atëherë s'kemi çka me bo, veç përbihemi edhe vazhdojmë, çojmë mbas. Po. Po. Do, shumë herë, po partneri mirë, do më thonë nxjerr partnerin tjetër. Nuk është vetëm njëri prej aktorëve me di tekstin, ne mësojmë tekstin e gjithë kolegëve. Kështu që në rast që ka problem, ne ndihmojmë me batutën që e ka ai dhe nxjerrim me tekstin. Cila ka qenë shfaqja juve e preferuar? Shfaqja e parë kur jam punësuar në teatr, shfaqja e parë ka qenë rolin që është i preferuar. Në teatr ka qenë të shfaqja në lyhet, rolin e Eglit. Ku keni të shihma shumë e duajtur a në teatrin tuaj a në teatrin tjetër? Kemi qef në teatrin ton, Mi po shfaqet. po shfaqjet e pastaj Me me shkoj me prezentu para botës e para shteteve tjera. Si mundeni me qajtën gjatë? Pyetje e mirë kjo. Tu e bo pyetje kesh të dash nga një. Shumë emocion. Se, hajde, të përgjigjem më kësaj? Se më ka ra ma shpesh me pas skena të tilla. Shife, na në skenë, për shembull, nëse unë jam Liza, nuk jam Sara. Po, prap se prap, do me thonë brenda meje është Sara. Dhe shumë herë, kur ne kemi ndonjë skenë të dhëmshme që duhet me qajt, atëherë unë si Sara mendoj diçka që mu m'ka prek ose m'bën me qajt, edhe unë qajt. Do të thjesht e mendon një moment që ty si njeri të prek. Që në gjuhën e profesionit tonë, po kujtesë emocionale. Atëherë bohemi që po qajmë. Mi qenë Jo, bohemi që po qajmë. Ai shkoni teatrin e fytyre. Me herë kur lujmë diçka e bëjmë. Do, sa se